Ju përshëndes përsëri tashmë nga një tjetër kënd i shtëpisë tonë Reze Dielli. Unë në fakt nuk do të nguroj të nxitoj për të marrë minuta të shumta dhe të prezantoj të ftuarin i cili kam mbritur këtu pranë meje. Sot kam nderin të bëj një bisedë të këndshme me zotin Edmond Tupja, që këtë herë na vjen në cilësinë e shkrimtarit. E theksoj këtë pasi shpeshherë zotin Tupja e gjejmë si përkthyes, si publicist e shumë statuse të tjera. Përshëndetje. Faleminderit që pranuat, pasi ajo që kemi vënë re bisedat me ju janë shumë të lirshme, shumë origjinale dhe karakterizohen nga thënia troçe e mendimit. Faleminderit që më kujtuat, e kisha harruar. Jemi këtu dhe për të kujtuar ndonjëherë. Në fakt ajo që na bën të kthejmë kokën nga ju si shkrimtar është romani ose pseudoromani juaj i fundit, Vajzat e balkonit. Pse e quani pseudoroman? Në fakt e keni cilësuar dhe në kopertinë këtë gjë. Po, e kam cilësuar sepse e para duhet të ngacmoj një çik kritikën tonë letrare, që ta vrasë çik mendjen më tepër për letërsinë erotike dhe ndër të tjera. Dhe të përpiqet të gjej një shpjegim, masi ta ke lexuar librin, se shpesh kritika, jo rrallë, kritika thotë janë e saj, ka kritike, thonë janë e saj, pa lexuar librin deri në fund. Prandaj e keni bërë, le të themi, me arsye të fortë këtë gjë. Kjo. E dyta është që kur fillova ta shkruaj këtë libër, kisha një plan në kokë. Çdo shkrimtar ka një plan, ka një skic, ka një projekt. Pak a shumë do të dalë diku. Ti çoj personazhet i diku. Kështu mendoja edhe unë. Mirë, e mbarova librin së shkruari dhe pastaj kur fillova të bëj redaktimin, rileximin, pash që personazhi apo personazhet më kishin dalë nga duart. Kishin marrë një rrugën e tyre. Rrugën e tyre, disi të pjerët, jo të kundërt me të tjerë, po. Dhe thash, çuditshme. Në fakt kjo ndodh me shkrimtar, ndodh, po jo me gjithë. Prandaj unë i thash, po dohet të përdorja termin antiroman, po antiroman ka një ngjyrim, sepse është përdorur nga kritika franceze për romanet e modës viteve 60-70. Modës, do më thonë një lloj që ishin në modë për leximin, le të themi. Po, ishin modë, po si romanet vërtet, jo si thjesht telenovela, stilit telenovela. Kishim duke shpjeguar disa arsye nga ato kryesorët pse ju e keni quajtur pseudoroman. Po, pra në fillim mish doja ta vija antiroman dhe nuk e vëra antiroman, sepse ky term është përdorur nga kritika letrare europiane, themi vite 60-70. Kështu që e vura pseudoroman. Në fakt është një roman, por jo në kuptimin tradicional fjalës. Domethënë që një roman që është rebeluar, ku personazhi është rebeluar kundër krijuesit të tij. Duke qenë se më përmendët fillimisht çështjen e kritikës, si mendoni që është kritika, në ç'nivel është kritika letrare këtu tek ne, ose në ç'nivel është arritur deri tani, sepse edhe fakti që ju përmendët që shpeshherë ndodh që jepen opinione ose mendime pa lexuar një vepër, kjo është e rëndë. Po. Kritika ka një kritikë të specializuar, që janë kritikë të rinj, një pjesë e tyre i brenda kuadrit të departamentit të gjuhëletërsisë në Fakultetin e Historisë Filologjisë të Universitetit të Tiranës, një pjesë e tyre jashtë, ka një kritikë, kjo është kritika e thellë, që zbërthen mënyrën e shkruarit, futet tek motivet, ka tendenca psikanalitike. Pastaj është një kritikë tjetër, është kritika që bëhet në gazeta, ku ka vërtet në median e shkruar, ku ka kritikë të mirëfillt. Te cila keni më tepër besim ju? Nuk po përmend emra, po ka në çdo gazetë ka një kritikë të mirë, të mirëfillt. Po. Po diskutonin për kritikën, tek cila kritikë keni më tepër besim ju nga ai lloj kategorizimi që i bën dhe ndarja? Te kritika universitare kam besim. Kam besim dhe tek kritika e disa mediave, gazetave, po flasim kështu, si gazeta si Panorama, si Shekulli, si Mirosao, Suplementi. Mirë, zotë Tupa, ndalemi pak tek personazhet tuaj. Ju përmendët fjalën rebelim. Si ndihet një shkrimtar kur rebelohen personazhet e tij? I befasuar, u befasova. Mirë, po problemi im është që ndoshta është faji mënyrës time të lexuarit, që kur e lexova për herë të dytë, kur e rilexova, redaktimi i parë, kur bëra redaktimin e dytë, prap më duk sikur siç e tamam ashtu si kisha menduar herën e parshme, domethënë në redaktimin e parë. Më duk sikur nuk kishte devijuar dhe aq sa e mendova unë. Ky është një personazh i cili është me shumë, është një trup geometrik me shumë faqe,
Dhe varet si nga i bie drita, pra varet nga këndvështrimi i lexuesit. Dhe kjo mua më pëlqen. Le ta vendosi lexuesi si është e vërteta. I bën më jetësor ndoshta personazhet kjo gjë. Më origjinal. Po, sepse në jetë çu jemi me shumë faqe. Jemi një trup psikogjeometrik me shumë faqe. Them psikogjeometrik sepse ky roman është erotik, ka erotizëm, por është ka dhe për mendimin ka një dramë brenda. Është një dramë. Shumë psikologjik. Po, është psikologjik, është shumë psikologjik. Pra nuk është thjesht një diçka që lezohet kështu për të kaluar kohën midis në pushimin e midis pjesës parë dhe pjesës dytë të një ndeshje ose në plazh, midis futjes në det, të fut në mendoj që bën mendosh. Kujt t'ia drejtoni këtë roman? Të gjithë ata që din lexojnë. Edhe që kanë një mendje të tyre, kanë një ndërgjegje që vendos lirisht për gjykimin që do bëj lidhur me roman, do jap lidhur me roman. Unë them mbi 20 vjeç. Mbi 20. Por varet nga pak të rritur le të themi. Po, duhet të jenë të rritur. Dhe të kenë një farë përvoje formimi në lëmin e erotizmit, e dashurisë, themi në përgjithësi. Pse keni zgjedhur pikërisht lëmin erotik edhe? Po merr vet, nuk e zgjova. Më vjen vet kështu. Të vjen vet. Janë impulse që vinë, është. Nuk e di. Më pyesin pse e shkruat. Këtë nuk ta thosha. Jo, po nuk është larg, Pse zgjodh të them? Kështu më erdhi. Unë nuk nisem me romani me tezë, ka qenë romani realist socialist, do shkruaj për klasën punëtore, do shkruaj për shoqërinë kooperativiste, do shkruaj për inteligjencën popullore etj. Më kështu më erdhi, e shkova. Plus që kam krijuar një braz, një hulli. Kam botuar fjalor erotik, kam botuar 2 libra erotik me tregime, një novelë erotike. Keni shinat tuaja tash. Po, këto janë shinat e mia, inshallah nuk dalin nga shinat. Po do të ishte mirë mund dal nga shinat për ditë shinat tjera ndoshta më interesante. Po. Pse mendoni që edhe në aspektin psikologjik erotika i bën mirë njeriu? Çfarë ndikimi sjell? Kjo edhe nëpërmjet letërsisë. Erotizmi, erotika është e çliron njeriu nga komplekset që ka. Sidomos në vendin tonë, ku ka në Tiranë është ndryshe, emancipuar, por në qytete tjera, në provincë, në përrethe, nuk e di. Po, është një letërsi erotike, është një letërsi që ka të drejtat e saj, në gjithë vendet e botës. Ne ndoshta jemi vendi i fundit në Zoti Typja, një pyetje tjetër, duke qenë se ju përmendët fjalën edhe pak të kurrje për sa i përket erotizmit në zona të ndryshme, të ndihmon ky libër të jesh mendje hapur ose i ndihmon të jenë një dije e sikur të isha djalë? Jo, nuk e di, po unë mendoj që tek ai që ka sy për lexuar dhe tru për të menduar dhe shpirt për të ndjerë, unë mendoj që ky roman nuk është pa interes. Pse zgjedhët shtëpinë botuese Pegi për ta botuar? Po sepse aty kam botuar disa libra të përkthime dhe thash. Keni përvoja të mira? Po, kem marrëdhënie shumë mira. Plus i ka një ekip redaktorial fantastik. Cilësor. Ato që ndoshta është vështirë ta gjesh. Sepse ka një redaktore, Aida Baron, që ka studiuar në Itali për editing, si thuhet, apo për redaktim me fjalë dhe që nuk shikon vetëm gjatësinë e fjalisë ose përsëritjen e një fjale, por thot këtu i kem shuar shumë kësaj ideje, këtë gjë e ke thënë një paragraf më parë, kjo pjesa e dytë, pjesa e tretë janë çik në disbalans. Nuk janë në ekuilibër. Që për këto kam nevojë unë, për këtë lloj vërtetësh. Jo për kjo nuk shkruhet me ë, por shkruhet pa ë etj. Ata janë korrigjimet vogla pastaj. Preferoni që personazhet tuaj të rebelojnë apo të korrigjoni rebelimin e të tjerëve kur përktheni libra? Unë nuk pretendoj të korrigjoj, unë nuk jap mësime morali. Jo flas kur përktheni librat e të tjerëve. Do thon përkthyesët dhe shkrimtarët. Po, jo, e përkthej sepse më pëlqen. E përkthej sepse më pëlqen. Një libër David Foenkinosit, e përktheva kështu se fillova ta lexoj me mendjen që do ta përkthej, se s'kisha kohë dhe kisha thënë botueses. Kishte thënë jo në fillim. Loreta Berami thash jo, ajo me shumë zgjuarsi, me shumë durim, gati durim amtar, ishte shumë e re. Diti tu afitonte. Po, tha lexoj një herë, dhe unë lexova 10 faqet e para dhe ai libër më përfshiu, dhe unë shkela të gjithë rregullat e artit të përkthyerit. Fillova ta përkthej pa patur lexuar përpara deri në fund. Pra, lexo për këtë? Po, çka, është leximi i parë. Normalisht do të bësh 2 lexime librit. Po. Njëri për ta parë pëlqen apo s'pëlqen, të ngjit apo s'ngjit, dhe pastaj me syrin e mjeshtrit e artizanit, e zejtarit, gati, që të
ku do kemë vështirësi, ku do kemë tja. Dhe ai libër mua më pëlqeu zakonisht. Gjithë deri diku vetveten. Këto vajza që ju keni pjesë të romanit tuaj, sa janë ato vetvetja? Ato janë krejtësisht vetvetja, por nganjëherë ka përcen. Shkojnë çik larg. Nuk i zbulojmë të gjitha, po. Dilema është një vajzë apo janë dy vajza që janë motra, apo është një vajzë që është e dyzuar. Të gjithë jemi dyzuar, se jemi trup psikogeometrik, psikofiziogeometrik me shumë faqe. Kështu që ky problem ka interesuar mua, domethënë marrëdhënia në sakt midis potencialit erotik të dikujt dhe potencialit krijues të dikujt. Gjenden thjesht përgjigjet në romanin tuaj, apo shtrohen pyetje të tjera? Jo, që vlen të përgjigjesh vetë? Gjen të ndihmon, themon, mendoj, të ndihmon, të ndriçon që ti ta gjesh përgjigjen te vetja jote. Tek vetja jote, këtu ju referoheni kujdo që e lexon, pavarësisht diferencave. Nëse i bën pyetje vetes, nëse njëri si bën pyetje vetes, është këtu ka probleme pastaj. Jo, s'ka probleme. Kështu është ai, kështu është gatuar, aq e ka horizontin që lexon sa për të kaluar një masdite ose 2 masdite, 3 masdite. Varet nga leximi. Mirë, zoti Tupi, unë falenderoj shumë që ishit këtu dhe shpresoj që të kemi dhe biseda të tjera së bashku, ku të kemi më tepër minuta në dispozicion, që dhe shikuesit të kënaqet me atë që do të dëgjojë. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit e ju miq, të dashur që na ndoqët në këtë bisedë me zotin Edmond Tupja, ku u përpoqëm të prekim disa pika të rëndësishme për sa i përket romanit ose pseudoromanit Vajzat e balkonit.